ka një të emrave të rinj, po unë e kuptoj emrat e rinj pa kontribut, çfarë mund t'i japin, domethënë, se patjetër edhe emra për deputet, po të pak të kenë sa do pak kontribut, thënë të paktën janë e tyre një ide, një vendim atë. Po dëgjon, po shumë atje edhe haj se do ta bëjmë deputet, edhe merr 50.000 vota, këtë nuk e shikoj dot, domethënë një njeri që merr, një njeri kreti pa njohur, për më tepër i ri, që merr ku dëgjoj 30.000 vota, pa i takuar të paktën në jetë qoftë edhe 30.000 veta, nuk e do pa qenë këngëtar, pa qenë artist, pa qenë humorist, pa qenë njeri këtë lloj politike, domethënë. Unë e kuptoj shumë mirë, po domethënë kjo është politika e kryetarëve që pas 2008-s